Dëshironi kujtesë më të fortë edhe në pleqëri. Konsumoni këto ushqime dhe do habiteni nga rezultati. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur ushqyese, duket se mungesat e vitaminave janë prezente vazhdimisht edhe në organizmin tuaj. Këtë e pohojnë edhe shumë mjekë të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë së ushqimeve, jo gjithmonë njerëzit arrijnë të zgjedhin ato me më shumë vitamina A, veçanërisht disa prej tyre të cilat duhet të konsumohen çdo ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme. Këto vitamina do të luajnë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e të gjithë organizmit tuaj, gjithashtu edhe të shëndetit të trurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Me shfaqjen e shumës sëmundjeve të reja ose përhapjen e atyre të vjetrave nëpër të gjithë globin, mungesa e tyre vështirëse se vihet re. Në këtë video do të gjeni sasinë e duhur të elementëve kyç, të cilët do ju ndihmojnë të keni një kujtesë më të fortë dhe një tru më të shëndetshëm. Por cilat janë vitaminat të cilat duhet t'i merrni në dietën tuaj për të pasur një kujtesë më të fortë? Vitamina më e rëndësishme quhet kolina ose ndryshe vitamina B4, që prej vitit 1998 është renditur si një nga nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Gjendet me shumicë kryesisht tek veza, mishi ose bulmeti, por megjithatë duket se shumë njerëz do të vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është e rëndësishme për funksionet e mira të organeve dhe veçanërisht të shëndetit të trurit. Sistemi nervor e përdor vazhdimisht këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjet më të mira të muskujve, duke e kthyer kështu në një nutrient ndër më të rëndësishmit edhe në mbrojtjen dhe mbështetjen e trurit në të gjitha format. Por cila është doza e duhur që mund të merrni në organizëm? Megjithëse ëmbëlqia e prodhon vetëm në sasi të caktuara të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet të merret edhe përmes ushqyerjes së shëndetshme. Për këtë rekomandohet konsumi një sasie të caktuar çdo ditë edhe në përzgjedhjen e duhur të ushqyesve. Mjekët për më shumë se 20 vite tashmë rekomandojnë një dozë ditore prej 550 mg për burrat dhe 425 mg për femrat. Kjo dozë rritet për grashtatzana të cilët duhet të marrin rreth 550 mg kolinë në ditë. Marrja e kolinës nëpërmjet ushqimeve nuk është e vështirë, pasi me vetëm një vezë do të merrni 113 mg kolinë në çdo kokër. Mjekët rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në ditë, dhe kjo do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj imunitar, citoi studimi. Sasitë më të mëdha gjenden te mishi, por edhe te bulmeti, në mënyrë që të keni një dietë sa më të pasur dhe të shëndetshme. Kjo vitaminë funksionon si një mënyrë parandaluese kundër plakjes së trurit ose sëmundjeve të tilla si Alzheimeri dhe demantina. Nëse merret në dozën e parashikuar nga mjeku, kolina do të funksionojë si një mbrojtëse e qelizave dhe neuroneve të trurit. Në këtë mënyrë do të keni një kujtesë më të fortë, më të balancuar dhe do të keni gjithashtu më pak probleme që lidhen edhe me harresën tuaj. Mendja e shëndetshme në trup të shëndosh. Kjo është një nga shprehjet që mund të qëndrojë më mirë për të mbështetur gjithashtu edhe funksionin e duhur të ushqyerjes së shëndetshme në dobi të shëndetit të trurit. Jo vetëm për mirëqenien e organizmit, trupit ose bukurisë së jashtme, ushqimi i mirë ndikon edhe në shëndetin e trurit tuaj, memorje më e mirë dhe përqendrim më i kthjellët, si dhe gjithashtu më pak risk për të prekur nga komplikacionet e moshës. Të gjitha këto mund të promovojnë shëndetin tuaj më të mirë të trurit. Sipas Elsajt, në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira, të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja për një kujtesë më të fortë dhe një shëndet më të mirë. Salmoni, një nga burimet më të pasura të acideve yndyrore omega 3, i cili ka përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Omega 3 do të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular, të shëndetit të trurit, forcon imunitetin dhe zvogëlon gjithashtu edhe inflamacionin.
Kështu salmoni do t'i japë doza të mira jo vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe për shëndetin e syve dhe të kujtesës suaj, duke u kthyer në një ushqim të përkryer për kujtesën e fortë. Ushqimet e fermentuara gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Shumë studime të fundit tregojnë një lidhje midis ushqimeve të fermentuara dhe sistemit tretës dhe shëndetit të trurit. Kjo për shkak të probiotikëve të cilat ato i përmbajnë me shumicë, të cilat i ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë organizmit. Ushqimet e fermentuara të tilla si lakra turshi, kefiri janë mundësisht të shkëlqyera për të kujdesur më mirë edhe për shëndetin e zorrës dhe sistemit tuaj tretës dhe të kujtesës. Frutat dhe perimet gjithashtu mund të jenë aleate të mira të shëndetit tuaj kundër problemeve të rënies së njohjes. Antioksidantët që përmbajnë frutat dhe perimet luftojnë me sukses edhe problemin e radikalive të lira brenda trupit dhe ulin gjithashtu inflamacionin. Inflamacioni në tru mund të rrisë riskun e Alzheimerit dhe sëmundjeve të Parkinsonit dhe gjithashtu rritë riskun për probleme të depresionit. Kështu që ju sugjerojmë të mbushni pjatën tuaj me fruta dhe me perime për çdo vakt përgjatë ditës për të promovuar kështu një shëndet më të mirë. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe turmerikun, erëza e famshme e cila shpesh gjenden në formën e pluhurit në ngjyrë portokalli, mund të jetë një recetë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të trurit. Turmeriku ndihmon në përmirësimin e shumë funksioneve njohëse të trurit, ndaj bëheni gjithmonë pjesë të recetave tuaja për të marrë përfitimet unike në dobi të shëndetit tuaj të kujtesës, citoi studimi. Ushqimet e detit gjithashtu mund të jenë një mburojë shumë e mirë për funksionet e kujtesës. Konsumi i ushqimeve të detit për të paktën 2 ose 3 herë në javë do të ulë riskun e prekjes nga sëmundjet e zemrës dhe rrit gjithashtu shëndetin e trurit si të rriturit, ashtu edhe tek të vegjëlit. Këto ushqime përmbajnë omega 3 dhe një sër yndyrnash të shëndetshme të cilat ulin stresin dhe ju ndihmojnë të parandaloni problemet të ankthit. Qiqërat janë një zgjedhje fantastike që mund të shtohen në dietën tuaj si një përforcues i shëndetit të kujtesës. Qiqërat përmbajnë gjithashtu edhe fibra dhe karbohidrate të cilat janë të nevojshme për trurin. Ato gjithashtu përmbajnë magnez i cili ndihmon në teqimin e shumë elementëve të gjakut në të gjithë trupin dhe sidomos në tru, kështu që do të ndiheni të çlodhur dhe ndihmoni trurin të punojë më lehtë. Vitamina C. Ushqimet e pasur me vitaminën C si portokalli, brokoli, luleshtrydhe dhe specat e kuq janë burime të mira për shëndetin e trurit. Këto vitamina ju ndihmojnë të mbani larg sëmundjet e Alzheimerit dhe efektet mbrojtëse. Barishtat jeshile, të njohura për rolin e tyre në shëndetin dhe shumë të pasura me vitaminën K dhe folat. Çdo barishte e ngrënshme me gjethe jeshile është e mirë për mbrojtjen e trurit tuaj nga sëmundjet, sidomos edhe nga rënja e kujtesës. Kafeja dhe çaji. Kafeinat që përmban çaji dhe çaji ju ndihmon të përqendroheni dhe të qëndroni të kthjellët gjatë ditës. Sigurisht, nëse e konsumoni në sasi të vogla, 1 deri në 2 filxhan në ditë, për të mos vuajtur nga efektet e tyre anësore në organizëm dhe pagjumësi. Dieta mesdhetare. Njihet si një nga dietat më të mira në botë, e pasur me të gjitha llojet e ushqyesve të freskëta dhe yndyrna të shëndetshme. Dieta mesdhetare mban larg sëmundjet që prekin trurin. Konsumoni më shumë arror, sardele, djathë të bardhë dhe bëni konsultat e duhura me mjekun tuaj për të patur një shëndet më të mirë të kujtesës. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikur i gjithë truri fillon të pësojë një farë atrofizimi senil, por nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtojmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtojnë se kjo gjë bëhet edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi, gjithashtu edhe kolina e cila është në përbërje të saj një rol parandalues për problemet e kujtesës. Kujdesuni më mirë për ushqyerjen tuaj dhe konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për të përzgjedhur produktet e duhura edhe kundër problemeve të shëndetit të trurit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.